Banesat e 2 tregtarëve në Fushkruj janë bërë objekti sulmeve me lëndë plasëse mes natën e së shtunës duke u kthyer diela, ndërsa autori i tyre është i njëjti person, shtetasi Ilir Hyke, i cili është prangosur nga policia. Objektivi i parë i shpërthimit me eksploziv ka qenë automjeti tip Benz ML i shtetases Mere Meshela, me targa AA 529 EV, i cili ka qenë i parkuar pranë banesës në fshatin Arameras. Si pasojë e shpërthimit, makina është dëmtuar plotësisht, ndërsa nuk janë shënuar të lënduar në njerëz. Pak orë më vonë një sasi tritoli ka shpërthyer në murin rrethues të banesës së David Bardhit në fshatin Larushk, ndërsa edhe këtu nuk janë shënuar të lënduar në njerëz, por dëmet materiale kanë qenë të konsiderueshme. Nuk e di se ç'atë. A të ndjeni të friksuara, U tremëm se janë të vdek gjelë të raja janë të gjekë, janë të i vdes, janë të i vraj, janë të i gjekë. Mësohet se Shela dhe Bardhi janë pronar të 2 dyqaneve në tregun e qytetit të Fushkrujës, ndërsa pronësia e tokës ku janë ngritur këto subjekte pretendohet nga Ilir Hyka. Ky i fundit pas një sër mosmarrëveshjesh me 2 tregtarët ka zgjedhur metodën e kohëve të fundit, atë të shpërthimit me tritol për të kërcënuar kundërshtarët e tij. Hyka është arrestuar para ditën e së dielës, ndërsa po merret në pyetje për zbardhjen e plotë të këtyre ngjarjeve. Sulmet me lëndë plasëse janë kthyer në një fenomen shqetësues për banorët e Fushkrujës, ndërsa sulmeve nuk u ka shpëtuar as rajoni policisë së këtij qyteti.